Prej muajsh, emrat e Sara Hoxhës dhe Ledion Liços kanë qarkulluar pa pushim në media dhe rrjetet sociale, mes aludimeve për një ndarje të mundshme. Heshtja e çiftit dhe mungesa e shfaqjeve të përbashkëta vetëm sa I kanë ushqyer më shumë thashë themet. Por së fundmi, Sara Hoxha bëri pikërisht atë që të gjithë po prisnin ose ndoshta nuk e prisnin fare. Në postimin e fundit të Ledion Liços, ku ai njofton se vetëm 2 ditë na ndajnë nga startimi I shumëpritur I Big Brother VIP, vëmendjen e rrjetit e ka marrë një detaj I vogël, por domethënës, like u I Sara Hoxhës. Një gest I thjesht, por I mjaftueshëm për të rikthyer diskutimet dhe për të vënë në pikpyetje zërat për krizë në marrëdhënien e tyre. A ishte ky një mesazh I heshtur? Një mbështetje diskrete? Apo thjesht një reagim spontan që u kthye në lajm? Në një kohë kur çdo klikim analizohet dhe çdo detaj merr për masa të mëdha, një like mjaftoi që Sara Hoxha të bëhej protagonistja e ditës, ndërsa rrjeti, si gjithmonë, u ndez. Po ju, si e shihni këtë veprim? Rikthim? Mbështetje? Apo thjesht rastësi? Shkruani mendimin tuaj në komentar.